I thua unë shkova të ndeshen, të fitoj kundër Partizanit, më rrahu ai, po unë jam viktim kështu nuk e kam fajnë, kam fajnë nuk më rrahu. Po ima i bëri ile. Jo, nuk më rrahu. Ti luhet e dobët. Ergys, jo, ti rrahu 7-0 zotri. Jo, Morgan. Tani, a ke ndonjë fajti për mirë ai një gol ta bëri offside? Po 6 tjerë vëlla, a ke ndonjë fajti për këta? Ergys. Ky është pyetja më burse. Unë dhe ti nuk dim shumë nga futbolli. As ti as unë. Jo, ne jemi shikues, nuk trajner, por pra dua të them që kjo betejë elektorale nuk ka lidhje me futbollin, me numër golash, sipas gjykimit ton. Farsa është farsë. Po ta thash në fillim, sa në farsë autokracia, Putini, Edi Rama, sa i teket. Erdogani, cakton. Kjo është. Kështu që mos hyjmë në atë histori. Sali Berisha ka bërë një nen në statut, neni 46, që thot humbja e zgjedhjeve automatikisht e shkarkon nga detyra. Jeni duke shkelur statutin që e mbani kryetar? Jo, sepse nuk janë humbur zgjedhjet, sepse në farsë nuk kishte zgjedhje. Te i fituat ju zgjedhjet? O, Ergys, dëgjon? A ka humbur zgjedhjet? Ergys, nuk janë humbur. Nuk kishte zgjedhje, ishin farsë. Më fal ta mëroj. Të bëhen zgjedhje të lira, të bëhen zgjedhje demokratike dhe ditë që humbim ne, një Sali Berisha i pari, unë i dyti dhe gjithë me radhë japim dorëheqje, po që se ne marrim humbje. Por, për sa kohë nuk ka zgjedhje, po ka farsa, harroj këto gjëra. Ka të më thënë a i neni është kot? Aje është për zgjedhje, Ergys. Që mu thoni për shdo zgjedhje? Ergys, jo, aje është për zgjedhje. Dhe, më falë, prit, tjetër gjë, procedurat. Aje është, Ergys, aje keni ure, ju ti e di mirë shumë, se edhe Batoni, Pacifikum, Julli dhe Antoni. Pse Maqedonia e Veriut vendosi në kushtetut qeverin teknike? Sepse pat jo probleme si tona, të harrojni. Pat 1/4 e problemeve tona që rënduan procese zgjedhore dhe mori vendim. Kjo është zgjidhje. Ta sjarë, se duke pas qeveri teknike, nuk guxon ai patronazhisti. Se s'ka garanci Ramën. Nuk guxojnë bandat, se s'ka garanci Ramën. Nuk guxon policia, të detachment elektoral. Nuk guxon shërbim informativ. Tjetër, ti dhe përgjigje tjetër. Jo, pra kjo është. Nëse, shiko, minutat që na kanë mbetur, a ka mundësi t'ju përgjigjemi flamurit në përgjigjet pyetjeve që bën dhe jo bëj pyetjet. Jo, jo, pyetja është kjo, automatikisht vendos ky nen, bie Sali Berisha. vendos duke ditur që Rama i vjet zgjedhjet. Po. Pra, ju nuk ishit se dinit të gjë. E dinit. Dhe vendosët këtë për të treguar demokratëve që unë e kam seriozisht, domethënë që unë këto zgjedhje do i marr sido që tjetë. Dhe nuk i morë, valla. Ergys. Dhe nuk ikën. Tani më falë, si ta shpjegojmë sepse më falë dhe një gjë. Tani shqiptarët, si ju tashmë keni betejë për votën e lirë. Votën e lirë, po. Ajo është. Shqiptarët nuk vinë ty mbrapa për të bërë protesta për votën e lirë, kur ti nuk mban përgjegjësi dhe nuk respekton statutin. Po, ta them unë, Ergys. Sepse është e njëjta gjë përsëritur. Ti nuk i respektove statutin e primaret, ti nuk po respektove. Jo, e kam respektuar gjithkund, po më dëgjoj mu tani. Më dëgjoj një sekondë. Statuti, Ergys, është kushtetut për një parti. Pikërisht. Një shtet, kur harton kushtetutën, nuk merr parasysh kurrë dhe nuk perifrazon në kushtetut rastet e luftës apo të situatave kur është nën sulm, nën agresion. Ta mbaroj. Pse se sankcionohet? Ta mbaroj. Kur ka farë, ta mbaroj. Jo, s'ka nevojë, nuk sankcionohet po të them. I bie ti Ergys, më dëgjoj mua tani se nuk po të them. Kur ndodh një shtet si Ukraina për shembull, që është nën agresion, mblidhet dhe bëhen amendime të kushtetutës. Pra, në rastet e agresionit, për shtatet kështu. Ta mbaroj. Po jo se po i bie larg kot. Po jo më jap të thon thelbin unë, zotri, a deshem. Pse u vu gënën? O zotri, ta thash. Ky nen u vu sepse ne presupozojmë që jemi vend demokratik dhe duhet bëhen zgjedhje lira. Po për lulin më, zotri. Ti ke 12 vjet që thua është autokraci. Po s'ka rëndësi, unë ligjërisht presupozoj që luftoj për demokraci, zotri. Luftoj për demokraci dhe ka thënë ne në demokratik. Dhe kur ditë që të ketë zgjedhje lira, hajde për llogari. Për sa kohë ka farsë, kërkoj llogari atë që bëri farsë. Ky nen u vu për të treguar demokratëve që unë nuk e kuptoj. Ergys, i dashur Ergys. Shiko, unë e kuptoj. Rama, më dëgjoj tani. Rama pasi e shpalli non grata me Konigalin, George Sorosin, Blinken dhe Kimeten, pasi tentoj edhe ta burgos me Ramën në gjithë bashkë, të lutem, pasi tentoj edhe ta burgos, të lutem, edhe ta burgos dhe nuk ja doli, pasi tentoj i mori partinë dhe s'ja doli, tani ka gjeti zgjidhje, mendo se ka gjeti zgjidhje të emrojmë opozitin që duam. Si do emrojmë opozitin që duam, se i rëshqiti fushat që e tha, hajde të heqim Saliun.
Saliu ik me votë, nuk ik Saliu, Saliu se e heq që të marrë Rama opozitin kontrol. Saliun e heq statutin. I dashur mik, Statuti ta dish ti, thot që po opozitën që do Edi Rama nuk do ta ketë dhe kalojmë pikë tjetër. Ilira Ali Mehmeti edhe disa kandidatë tjerë tuaj kanë kërkuar rinumërim votash. Po. Ju tani pse si ja u jepni këtë këtu? Sepse si mund të jeni të besueshëm juve që po luftoni për votën e lirë dhe nuk ju garantoni rinumërim? Pyetje tërësisht e saktë. Pyetja juaj dhe të falenderoj, Ergjys. Absolutisht, çdo njëri nga kandidatët tanë që ka kërkuar rinumërim, verifikim apo çfarë do t'i mundsohet nga ana jon kodi zgjedhor. Ndalon të drejtën e kandidatëve për të kërkuar. Pra e gjithë propagandas. Po mund të interpretohet. Të lutem, jo. Është i shkruar e zezë mbi të bardhë. Dakor. Ndalon. Më lejo. Por kur shiko, më fal. Me që Po patjetër po. Po. Nëse ka fakte, nuk e ndalon askush kasën gabim. që vetë ta marrë Ke gabim. të drejtë atë themi Iniciativën për t'i hapur. Iniciativën, jo, e ke gabim. Ex officio. E ke gabim. S'mundet. E ke gabim. Kërkojmë rinumërim. E ke gabim. Partia mundet mja qumë. Pse e pengon? E pengon s'ta merr fare shqyrtim. Se është i shkuar në kod. Partia, Pse nuk ja u jepni juve? po pra, të jam duke thonë. Jepni ju Të jam duke thonë. Sot për shembull, unë i kam firmosur një autorizim deputetit Aslan Dogjani për këtë gjë, si më ka ardhur zyrë. Pse? Sepse, siç e tha dhe zoti Haxhiu, kodi zgjedhor përcakton që partia është ajo që kërkon. Po, unë e di këtë. Dhe kjo do të ndodh. Pra, do të ndodh për të gjithë. Ka mbaruar, sepse ata kanë shuar gabimisht të gjithë kërkesat personale. Dhe ne pritëm që të ezarohet si fazë. Ka patur një, pra ne prapë të meta do kthehem. Patë një spinim tek media qeveritare që edhe përfaqësues të opozitit ishin kundër kandidatëve të PD-së për të futur luftë. Në fakt, kodi zgjedhor ndalon. Jep partisë. Dhe unë sot po ju them, çdo kandidat i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, që kërkon të verifikojë votat, rinumërimin apo çdo lloj procesi. Edhe Partia Lirisë. Edhe Partisë Lirisë. Aleancës. Duhet vi dhe absolutisht Partia Demokratike do të paraqesë kërkesë pranë KQZ-s për proceset që kërkon kandidatët. Pse i vonuat? Kishit bërë që Sepse i dashur Ergjys, pse u vonuan? Kandidatët, duke mos e njohur mirë kodin zgjedhor, vrapuan për të çuar letrat në kërkesat në KQZ dhe nuk i sollën tek partia. Dhe ne u njohëm nga KQZ-ja. Tani ai proces nuk kthehej mbas, duhet ezaurohej si proces që ne ta marrim në shqyrtim. Dhe këtë jam duke thonë, kjo është çdo njëri prej tyre sot e kam nisë me të parin kandidat. Aslan Dogjanin, kushdo që të vi, e ka absolutisht. Pse? Ne është procedurë, pra është procedurë. Transparenca e votës është jetësore për ne. Neve si mund të kërkojmë transparencë për votën tek kundërshtari, nëse ne nuk i japim drejtën e transparencës çdo kujt brenda nesh. Absolute po. Normal.